Mirëmëngjesi të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju fton në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është mërkur dhe jemi në javën e 5 të kohës së kreshmeve, kurse psalmet i marrim nga java e parë e psalterit. O hymë eja në ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni, tash më krish diell drejtësie, të qahet errësira mendjes, të kthej drita e virtytshme, që mbi tokë për trinditën. Duke dhënë kohën e duhur, jepi zemrës ti pendimin, pasi mirësia jote i dhuron edhe mëshirimin. Një farë pendes se jepna, të durojmë për zbutje fajesh, sado që janë të mëdhaja, më madhe është mëshira jote. O afrohet dita jote me të cilën ndrit çdo gjë, me hirin tënd hynor të gëzohemi të përtrirë. Ty gjithësia e sendeve të adhuroft, trini e mëshirshme, të përtrirë me anë të faljes, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Në dritën tënd o Zot, ne e shohim dritën. Psalmi 36, rreshta 2 deri 13. Fajësia e njeriut e mirësia e hyjit. Pausia pëshpërit mu në zemër të bakeqit. Frika e hyjit s'është para syve të tij. Vetë mëkatari janë mbyll sytë vetvetes, të mos e shoh paullsinë e të mos e urrej. Fjalët e gojës së tij janë pa udhësi e dhelpëri, për urtësi e vepra të mira nuk e vret veshin. Në shtrojen e vet se ndërton paullsinë, ecën vazhdimisht udhës së keqe, djallëzinë nuk e urrejnë. Mirësia jote, o Zot, deri në qiell, bujaria jote deri në maj të reve. Drejtësia jote si malet, më të lartat, gjygjet e tua por si humnera e madhe. Njerëz e kafshti, o Zot, i shpëton. Sa e çmueshme është mëshira jote, o hy, njerëzit strehohen në hijen e krave të tu, ngihen me begatinë e shtëpisë sate, u shuan etjen nga përroj i kënaqësisë sate. Sepse te ti është burimi i jetës, në dritën tënde ne shohim dritën. Shtrije mëshirën tënde mbi ata që të njohin, drejtësinë tënde mbi ata që zemrën e kanë të pastër. Mos më shkelt këmba madhështorit, mos më gratë dora mëkatarit. Ktu u thyen bakçit, ran e më s'mundu ngritën. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. në dritën tënde, o Zot, ne e shohim dritën. Antifona e dytë. Ti je i madh o Zot, i mrekullueshëm në fuqi dhe i pathyeshëm. Kënga. Zoti i krijuesi i botës e mbron popullin e vet. Lëvdojni hyjin tim me zë të panash. Këndoni Zotit tim me tinguj cimbalësh, Psalme e këngë të jehoj në nder të ti. lartësojeni dhe thirreni emrin e tij. Ti e hyi luftrashqimës, fushimin ti e vendose në mes të popullit tënd. Për të më shpëtuar nga armiqtë e mi. Hyi tim, dua ti këndoj një këngë të re. Je i madh e i madhërisëm o Zot. I mrekullueshëm në fuqi i pakalueshëm. Të shërbeft krijesa jote. Se ti the, ato u bën. Çove frymën tënde e ato u formuan. Askush si qëndron përballë fjalës sate. Malet me themelet e veta dhe ujërat do të tunden. Qetat para teje si dylli do të shkrihen. Por për ata që ty të druan, Gjithnjë i mëshirshëm do të jesh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ti je i madh o Zot, i mrekullueshëm në fuqi dhe i pathyeshëm. Antifona 3. Brohoritni hyjit me zë gëzimi. Psalmi 47, rreshta 2 deri 10. Hyji mbreti mbar botës.
Duar trokitni o popuj të gjithë, brohoritni hyjit me zë gëzimi, sepse hyji është i tejet lartë i tmerrshëm, mbreti i madh mbi tokën mbar. Popujt i vuri në sundimin ton, paganët në këmbët tona. Ai e rizgjodhi trashëgimin ton për ne, nderin e Jakobit të dashurit të vet. Ngjitet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit këndoni, këndoni mbretit ton këndoni, sepse hyji është mbreti i mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtri. Hyji mbretëron mbi mbar popujt, hyji rri mbi fronin e vet të shenjtë. Princat e popujve pagan bashkohen me popullin e hyjit të Abrahamit, sepse hyjit i përkasin burojat e botës, ai është i lartësuar mbi të gjithë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Brohoritni hyjit me zë gëzimi. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Isais profet, kapitulli 50, rreshtat 5 deri 7. Zoti hyi ma hapi veshin, skundërshtova, nuk u mbrapsa. Shpinën u asolla atyre që më rrihnin, mollzat e mia atyre që ma shkulnin mjekrën. Fytyrën time nuk e largova nga të sharat e pshtymat. Zoti hyj është ndihmtari im, këndej edhe s'jam i tronditur, prandaj fytyrën time e bëra të fortë si shkëmbi, pse e di se s'do të mbetem i turpruar. Përgjigja e shkurtër. Në ty o Zot shpresova, kur nuk do të dëshpërohem. Në ty o Zot shpresova, kur nuk do të dëshpërohem. Në duart e tua janë ditët e mia. Kur nuk do të dëshpërohem. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Në ty o Zot shpresova, kur nuk do të dëshpërohem. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Nëse do ta mbani fjalën time, do të jeni nxënësit e mi dhe vërteta do t'ju bëj njerëz të lirë. Kënga Zakaris sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit, që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tanë, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tanë, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit, ati ton, se do të na bëj të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. E ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur rrugët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në sajet e zemrës së dashur të hyjit ton, që do t'na dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar hapa ta në udhën e paqes, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Nëse do ta mbani fjalën time, do të jeni nxënësit e mi, dhe e vërteta do t'ju bëj njerëz të lirë. Lutjet e besimtarve. I bekuar qoftë krijuesi i shëlbimit ton. Ai ka dëshiruar që njerëzit në të bëhen krijesa të reja, dhe në të ripërtrihet gjithçka. Prandaj edhe ne të përshkuar me shpresë, ta lusim kështu. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. O Zot, ti ke premtuar tokën e re dhe qiellin e ri. Na përtri gjithnjë me shpirtin tënd, që të mund të gëzohemi me ty për gjithmonë në Jerusalemin qiellor. Na përtri o Zot me shpirtin tënd.
Bëj që të bashkëpunojmë gjithmonë me ty për ta përshkuar këtë botë me shpirtin tënd, që kjo shoqëri toksore të mund të arrijë sa më me sukses qëllimin e vet në drejtësi, në dashuri dhe në paqe. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Na ndihmo të largojmë indiferencën dhe pakujdesin nga jeta jonë, dhe më gëzime të përhershme të marrin pjesë në dhuratat e shërbimit. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Na liron nga e keqja dhe mos lejo të na zhgënjej me ndjeletësia e cila erson të mirën. Na përtri o Zot me shpirtin tënd. Atyën që je në qiell, u shenjë troftë e emri yt, ardë mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na e sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj mëshirshëm, shndriti zemrat e bijve të tu, të shenjtruar me pendes, dhe sikur se na dhe vullnetin të shërbejmë më zell, ashtu i mirë na i vështroj lutjet tona, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Të dashur dëgjues të Radiomarisë së Kosovës, me këtë lutje të mëngjesit të së mërkurës, po përfundojmë këtë moment të shenjtë me falënderime dhe lutje për mëshirën dhe udhëzimin e Zotit. Ta falenderojmë Zotin për çdo mundësi dhe çdo sfidë që sjell kjo ditë, qofshin drita e diellit për të gjithë që i takojmë. Vazhdoni të qëndroni në shoqëri me misionet të radhës të Radiomarisë së Kosovës, kudo qofshi, Zoti ju bekoft dhe ju ruajt.